Përshkallëzimi i konfliktit në lindjen e mesme rrezikon të sjellë më shumë dëme se sa lufta Ukrainë-Rusi për ekonominë nëse zgjat në kohë. Edhe pse çmimet e naftës u rritën më shumë gjatë kësaj kohe, analistë të tregut thonë se pavarësisht se tani ka tepritës të prodhimit të naftës, dëmet mund të jenë më të konsiderueshme duke qenë se janë goditur prodhuesit më të mëdhenj dhe ngushtica e Hormuzit, arterja ku kalon mbi 20% e gazit dhe karburanteve, e cila është e bllokuar. 4 vjet më parë, kur Rusia sulmoi Ukrainën, nafta u rrit me mbi 50% brenda pak javësh, duke t'i kaluar $100 për fuqi. Edhe benzina u shtrintua shpejt nga rreth $3.5 në $5. Lufta të kohë në rrezik 3 milion fuqi nafte të papërpunuar ruse në ditë. Ndërkohë lufta në Iran ndaloi thuajse menjëherë rrjedhën e 20 milion fuqive naftë nga i gjithë lindja e mesme. Megjithatë, çmimet e naftës arritën në mbi $81. Por çfarë ndryshon nga konflikti Rusi-Ukrainë me konfliktin në lindjen e mesme, sa i takon efekteve në ekonomi? Sipas analistëve ndërkombëtar, sekretari i mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara ka sinjalizuar se konflikti mund të jetë më i kufizuar në kozgjatje, çka bëri më pas që kontratat Futures të naftës Brent të stabilizohen në mesjavë. Gjithashtu ka më shumë naftë pa përpunuar në dispozicion tani sesa në vitin 2022, kur nisi lufta në Ukrainë, edhe pse konsumi mbetet i qëndrueshëm. Në atë kohë kërkesa për energji po rritej me shpejtësi dhe ekonomia globale sapo kishte dalë nga pandemia, ndërkohë vendet e OPEC rritën prodhimin për gjatë vitit 2025, duke shtuar një tepritës furnizimi. Kjo sipas analistëve të tregut është edhe një ndër faktorët që nuk ka çuar në shtrejtimin edhe më të madh të naftës në tregjet globale. Por megjithatë, në shumë aspekte lufta në lindjen e mesme paraqet rreziqe më të mëdha për tregun e naftës se sa lufta Rusi-Ukrainë. Irani është një prodhues më i vogël se Rusia, por aleatët e Shteteve të Bashkuara që prodhojnë naftë në rajon kanë rënë prej sulmeve në infrastrukturën e tyre, duke përfshirë anëtarët kryesorë të OPEC, Kuvajtin, Katarin dhe Arabinë Saudite, eksportuesin më të madh të naftës në botë. Po ashtu edhe ngushtica e Hormuzit, ku kalon mbi 20% e naftës dhe gazit në botë, është bllokuar. Nëse kjo zgjat në kohë, do të përbënte ndërprerjen më të madhe të furnizimit në histori, duke shkaktuar rritje të fortë të çmimeve, duke rrezikuar rikthimin e presioneve inflacioniste, siç ndodhi pas nisjes së luftës Rusi-Ukrainë.